E sot në studio do të flasim edhe për një histori që ka tërhequr edhe vëmendjen e shumë qytetarëve ditëve të fundit. Një sfidë jo shumë e zakonshme që kërkon forcë fizike, disiplinë dhe mbi të gjitha ajo që shumë nga ne ndonjëherë i dorëzohemi është vullneti. Publicisti dhe aktivisti Ilisa Saliu arriti të përshprojë për plot 50 kilometra nga Shkupi deri në vendlinjen e tij në Llojan. Po përtek kësaj sfide sportive do të njohim edhe më shumë për anën e tjetër të tij, publicistin, aktivistin, shkrimtarin dhe njeriun që shpesh analizon tema shumë të rëndësishme që janë ato sociale, rini, shoqërinë dhe në përfundim realitetin ku jetojmë ne sot. Si lindi ideja për këtë sfidë, çfarë motivon atë në jetën e përditshme, do flasim me gjitha këto dhe kemi sot nderin ta kemi në studio Ilisa Saliu. Faleminderit shumë që erdhe në emisionin ton për të folur sadopak edhe për aktivitetin e fundit, po edhe për veprimtarinë në përgjithësi. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për prezantimin që ne cilët merrem me dukuri të ndryshme dhe rrallë me veten në kuptimin e të arriturave tona, disi edhe habitemi, wow, unë qenë kam unë pas kam arritur deri këtu, po. Për ata të cilët nuk na njohin dhe nuk kanë qenë pjesë e rrugtimit tuaj, ju për publikun u bët viral me rastin e fundit 45 kilometra vrapim është një gjë që jo të gjithë e praktikojnë në përditshmërinë e tyre, realisht ndoshta edhe 2 kilometra na duken shumë, me mendje çdo ditë. Po me praks jo, kush është Ilisai në realitet për te sfidës së fundit? Kush jeni, çfarë keni bërë? Ne e dim fakt, kemi shumë informacione rreth veprimtarisë së juve, po shumë shkurt për të gjithë ata që po na shohin. Ku e theksuat me mendje çdo ditë, edhe unë isha. Edhe unë isha në këtë fazë, e kisha në mendje një ditë të vrapoja jo zakonshëm, jo sikurse çdo ditë. Ju edhe çdo ditë e bëni këtë? Çdo ditë vrapoj 10, 12 deri 20 kilometra. Ja, sot në mëngjes prej ora 5:30 isha në bus Lumit Vardar 12 kilometra. Po të marrësh hap, të vraposh nga Shkupi deri në fshatin Llojan që i ka 45 kilometra, nuk ishte e lehtë, por nga natyra, nga karakteri jam prej atyre të cilët lumturinë e gjejnë në mundim sfilitje dhe i adola, padyshim se ishte vështirë, por kur e merr parasysh cakun që ishte fshati i lindjes, vendi ku gjithçka filloi, ku u mësova të ecja, dikur të vrapoja, të ngrisja biçikletën dhe motivi faktikisht ishte një ndihmës e jashtëzakonshme, por mes motivit dhe disiplinës, padyshim prind disiplina dhe disiplina e solli këtë. Por ndryshe, për nga shqiptimi emri im gjithmonë vazhdon paksa të jetë problematik, kam qenë student në Prishtinë dhe gjithmonë kur ka ardhë çështja të shqiptimit. Eliasa kemi dëgjuar. Eliasa. Do thotë ka Eliasa, Ilias. Ilias, po. Faktikisht zyrtarisht Ilisa Saliu, po. Unë jam i lindur në fshatin Llojan, shkollën fillore në Llojan, të mesmen në Kumanov, pastaj studimet në Universitetin e Prishtinës, studimet pas diplomike në UEL në Tetov. Tetov, pa. Dhe prej viti 2007 merrem me publicistik. Për plot 20 vite më gati. Po, edhe një vit 20 vjet. Merrem, faktikisht kam botuar romane, kam botuar libra shkencor, libra publicistik me polemika dhe së fundmi jam paksa më aktiv në rrjetin social Facebook me aforizma. Tani pritet së shpejtit ta sheh dritën e botimit një libër tjetër, aforizma, këshilla dhe poezi. Kështu që gjitha gjinit letrare dhe shkencore i kam provuar, besoj që e kam dalë, fjalën e kanë dhënë të tjerët përmes vështrimeve të tyre. Tani sa kemi ndikuar, sa jemi vlerësuar, ne të cilët jemi të zhytur në pellgun e analizave, përsjatjeve, nuk merrem edhe gjithaq sa na vlerësojnë, sepse kur e shikon historinë
e njerëzve, e plejadës, letërsisë, rilindasve, aktivistëve ndryshëm, vlerësimi nuk ka qenë gjithaq, edhe pse fatkeqësisht vazhdon të jetë pas vdekjes. Pas vdekjes fillojnë ta dinë se ke qenë gjallë. Ke qenë shumë njeri i mirë. Do thotë vetëm kur të vdesësh marrin vesh se ke qenë gjallë, po sido që të jetë ne jemi këtu t'i trajtojmë, ta lartësojmë fitilin e ndërgjegjes, fitilin e vetdijes, të mos dorëzohemi, edhe kur kemi një mori edhe një mal arsyesh, e lidhi gjithmonë edhe me sportin, sepse krejt jeta... Do e lidhim pak, se disiplina... Krejt jeta është e lidhur, mjafton ne sa arrim t'i shohim lidhshmëritë. Ta shkopusim atë nyjen, a? Pa tjetër. Shembull, përsa i përket sportit, unë prej dikun vitit 97 merrem me sport. Do të me sport kam rrugtu në sport të ndryshme, thonë futbol, qiklizëm, Po kur nuk u emrua si sportist? Nuk desh të tas njëherë të emruani me titullin sportist? Tash librin e fundit që do të del, e kam edhe një poezi me titull Nuk jam poet. Do të thotë përmes poezisë e kam sqaruar se nuk jam poet, po di të shkruaj poezi. Di të bëj shumë gjëra, po nuk po. I çmoj titullin, e çmoj gradën. Shembull, nëse mund vraposh se të ka ikur autobusi, që ta zësh autobusi, nuk je atlet. Do thotë, po ja, ka rastis, edhe poezisi i paraprin dhimbja, i paraprin vuajtja, i paraprin pamundësia për të shpreh, për ngjini tjera për të shprehur dhe poezia ndihmon. Shembull, kritikën që nuk mund ta shpresh në libër shkencor, romani, poezia, aforizmat ndihmon shumë. Dhe pastaj ti si një shfrytëzues i mirë dhe një lavrues i mirë, i përdor këto mjete dhe... Kjo flet shumë për karakterin tuaj, se vlerësoni dhe respektoni shumë pra punën e tjetrit dhe me çdo kush nuk doni të pranoni një emër apo një grad e cila për të cilën ju nuk jeni shkolluar apo nuk keni... Shembull, jam ekonomist, jam këshilltar financiar në Ministrinë e Mbrojtjes, mund thirrem sepse e punoj çdo ditë. Por edhe pse hobit nuk të bëjmë profesionist. Jo, nuk bëjmë, por e ndihmojnë fushën ku je si profesionist. Të lumë. Se shembull, unë kur kam fillu të merrem me sport, ku thash nga natë 7, do të kemi pas edhe pushime, pauza, nuk kam fillu si kulturë. Do të këtë se ne mund shtiremi tërë ditën, por realiteti ishte tillë se viti 97 ose periudha 97-2002 ishte periudhë tensioni, mendësi, fuqie. Një tranzicion komplet ndryshe. Çështja e sigurisë dhe domosdoshmërisht ndjeje nevojë, jo kulturë, jo për shëndet, se unë tash sportin e bëj për shëndet. Sporti i shërben shëndetit mendor trupor. E bëja sportin të jem më i fuqishëm, të jem më i përgatitur, sepse trokisin rrethanat ju kanë detyruar. Luftrat, mendësia, shembull më shumë vlerësohej ai i cili ishte i parë në rrahje se sa i parë në mësim, dhe që ta mbroje mësimin, nevojitej edhe fuqia. Sikurse një shtet, nuk mund të jetë ekonomikisht shumë i fuqishëm pa një ushtri të fuqishme. Edhe unë gjithmonë i kam kombinuar, pastaj dikur që nga viti 2011, faktikisht në Prishtinë merresha me fitness dhe me Wing Chun, një lloj artit marcial, që edhe sot e kësaj dite merrem her pas here. Nga 2011, për herë parë sikur rastësisht u regjistrova në maratonën e Shkupit, Vizeirit, që e organizonte, faktikisht nuk kisha njohuri për atletik. Thjesht vrapimin e përdorja t'i shërbeja vrapit, t'i shërbeja futbollit, t'i shërbeja Wing Chungut, t'i shërbeja fitnessit, jo vrapin që t'i shërbeja vrapit. Dhe kur e pash, hajt ta provoj, fillova të përgatitesha, nuk isha as atlete të duhura. Sepse më kujtohet u pata regjistruar gjysmë maraton, 21 kilometër, edhe pata shkuar me atlete, nuk e di tash çfarë emri kam, por i thonin Shangajka. Do thot me shput shumë të hollë, dhe më kujtohet në kilometrin e 8, sepse
e shikni kilometrat, filloj këmba gjakoset. Po, se nuk e di kur i pash se çfarë atlete, pastaj në 2012 fillova të përgatitesh. Edhe kështu gjithçka ka nis jo nga dituria, më shumë nga nevoja, pastaj nevoja është shndruar në shijim, është shndruar në mirëqenie, është shndruar dikur edhe në kulturë. Shembull, sikur se tash Shkup Llojan. Llojan, të ndalemi pak. Si lindi ideja që deri në Llojan të shkosh dhe sa kohë të deshe që të thuash sot do jetë ajo ditë? Unë ka 6 vjet që jetoj në Shkup. Edhe punoj në Shkup me familje, me krejt. Dhe çdo kryesisht mëngjeseve vrapoj në malin e Gazibabës dhe në shtegun e Vardarit, ndonjëherë deri në Vodnë atje. Dhe me biciklet ka mbi 10 herë që kam shkuar Shkup Llojan. Shtëpia vazhdon të jetë aktive në fshatin Llojan. Dhe a mund t'ja dalë, sepse maratonën paraprakisht 2025 dhe 2024 pa ta vrapu në Shkup. Po ashtu 30 km Preshev Bujanec, me biciklet kam përshkuar Llojan, Gjilan, Preshev, Bujanec, edhe prapë në pikën ku jemi nisur. E kisha një emocion, një druajtje se vallë a do t'ja dalë. Po me që nga karakteri jam njeri i sfidave, që lumturinë e gjej në mundim dhe në sfilitje, jo në shtrirje, jo në pushime gjata. Si mendim datonte ka një vjet, 2 vjet, dhe mendimi nëse fillon të shtresohet shumë, nëse fillon zgjatet, nuk realizohet kur. Dhe unë prapë mendoja një ditë do të vrapoja. Brenda natës, jo. Nesër do ta marr. Aq? Po. Fjala ishte djali im të më përcillte me biciklet, ndërka që ai nuk ishte. Atë natë me gruan shkuan te familja e gruas. Edhe jo do ta marr vendimin. Faktikisht mundohesh të bësh një gjumë më të qetë. Po si e bëra gjumin? Po e bëra se isha vetëm dhe më ndihmoi, fa isha qetësi. Jo, absolutisht, jo. Faktikisht, unë e vendosa dhe diçka kur ta vendosi, faktikisht nënvetëdijshëm vjen për krah guximi. Sepse duhet kesh guxim, ta marrësh atë rrugë, se nuk janë vetëm kilometrat, 45 kilometra. Apo edhe ngjitja që ishte 518 metra ngjitje, domethënë lartësi. Haraqin na kushta. Duhet është problemi ballafaqohesh me qenë, ballafaqohesh me automjet, rreziqe ndryshme dhe nuk e përcjellje. Se zakonisht në këto udhëtime bëhen përcjellje. Në maratona, se faktikisht maratona është 42 km, pas kësaj llogaritet ultramaraton. E ju keni bërë një ultramaraton? Po ultra, në kufit e maratonës, po mund të llogaritet dhe ultramaraton. Shkohet me përcjellje. Por nga që për nga natyra jam ndonjëherë edhe spontan, nuk e ngjeshi planin shumë se druajnë mos realizimin e planit, edhe vendosa. Fillova nga Banesa, do thot nga Banesa, deri në fshatin Llojan. Sa ku ju deshte? 4 orë fix, 4 orë e 53 minuta. 53 minuta. I treguat paraprakisht dikujt, apo pas asaj? Diku në mes rrugës gruas i tregova se jam... Ju ka paraqitur sigurisht ku jetë. Po, paktën le dihet se jam... Është interesant, ku e theksova nga nevoja në kulturë, përpos që i shërbej shëndetit tim mendor, i shërbej pasionit tim, mundohem të jem edhe një shembull i mirë. Shembull, jo sikur se tash influencer çka pyetën, jo, është diçka tjetër kjo, sepse shembulli përmes veprës konkrete. Vreja përgjatë fshatrave që po shkoja, fshatrave shqiptar, fëmijët dhe disa të rinj më përshëndesnin në gjuhën angleze. Kanë menduar që... Kanë menduar se nuk jam shqiptar. Edhe unë ja ktheja në gjuhën shqipe.
Po, Për me një herë. Në rregull, po pastaj se vrapi, mes jerash mua më ndihmon edhe më përsjatje mendore. Po. Unë shumë shkrime i bëj duke vrapu. Po. Dhe pastaj vetëm ulem para kompjuterit dhe jam i gatshëm. Dhe pastaj shembull ajo më ndihmon, shembull shkoj ndikun 6, 7, 8 kilometra, unë merrem me këtë problematikë. Pse njerëz mendojnë se vetëm një anglez mund vrapoj, apo një i komësis tjetër. Do shta kultura që ne ua kemi është e vërtet se kultura nuk krijohet, apo përkapja, perceptimi, nuk krijohet rastisht. Duhet të shihen. Edhe tash, ata shembull unë mendoj, përpos që pasaj u bo viral që nuk e dija thënë drejtën, mendova thjesht një publikim edhe kur kujt asgjë. Tani ata fëmijët, sigurisht kjo përflitet gjithandej, ja një shqiptar, ajo kjo do thot, pas ka mundësi edhe shqiptar, sepse ndryshe është unë marr pjesë edhe në Prishtina Trail, marr pjesë Gjakova Trail. Ndryshe, aspekti i kulturës, sportit është më i ngritur, po ashtu në Shqipëri, pjesa jo nuk e di, pak është ma e dobët, edhe pas i mbarova, mes jerash, mes moris, apo varganit dobive, mendova e arrit edhe një dobi të rinj dhe fëmijët do të mendojnë se qenë ka edhe një shqiptar që po vrapon në Shkup fshatin Llajan. Dua ta di çfarë mësove për veten tënde gjatë këtij rrugtimit? Mësove diçka të re që nuk e ke ditur? Nuk mund të them se nuk e kam ditur, unë mendoj se vetëm e vërtetova se kur synoj diçka, me lejnë e Zotit e arri. Nuk jam prej atyre që i mbështetem, ja, unë i fuqishëm, ja, sepse shëndeti, para se gjithash është bekim nga Zoti. Gjithmonë përpjekjen, orvatjen, sfiligjen e bëj, po gjithmonë them, prapa është në dorë të Zotit. Të ati lartë, po. Për këtë arsye e mendoj, po jo gjatë, dhe rrallë ka ndodhur që kam dështu, të thotë. Po ndodha, edhe dështimia, ma gjithë prej dështimit mësojmë pastaj. Bile, unë mendoj se dështimi ndonjëherë është një pauzë shkurtër për të ringjitur edhe më fort. Jo rastisht thot i suksesshëm nuk është ai i cili nuk dështon, po ai i cili dështon shpesh dhe ngrihet edhe më shpesh. Dua ta di sa, pasi që gjitha kjo histori e juaja flet shumë edhe për faktin që jeni i vendosur, faktin që keni një disiplinë. Sa të rinjtë në kohën e tashme të cilën jemi duke jetuar, dorëzohen shpejt? Unë shpesher gjithmonë nisem edhe nga vetja, nga familja, shpesher edhe me djalin, me vajzat i bisedojmë, dhe ata me të drejtë ma kthejnë përgjigjen se nuk është koha e yte. Unë shpesh mundohem të qëmtoj diçka nga koha jonë, dhe koha që përkon me atë që na ka bërë më të fuqishëm, më këmbgulës, e vërtet është se mungon ajo kohë. Shembull, nuk mund t'i them pse në mëngjes nuk qohesh, të shkosh në fush, te ara, apo shembull për një not, për një freskim t'i bësh 30 kilometra kthyse, shembull 15 kilometra deri te penda e Likovës, siç e kemi bërë kur kemi qenë fëmijë, qoftë me bicikletë jo të mirë. E dim kushtet si kanë qenë, po. Dhe deshte, jemi fuqizu edhe nga zori ndonjëherë. Tash fëmijët, nisem nga fëmijët e mi, i kanë gjitha kushtet. Dhe jo rastisht tuta e thonja se kohët e vështira krijojnë njerëz të fuqishëm. Njerëz të fuqishëm krijojnë kohërat lehta. Kohërat lehta krijojnë njerëz pa fuqishëm, të lehtë. Dhe tash zhvillimi i hofshëm, sepse unë jam për ta përdorur teknologjinë, po zhvillimi i hofshëm i pa kontrolluar, i harlisur i teknologjisë, e ka venitur shpirtin luftarak. I ka bërë ma përtac. Shkurtësisht, i ka bërë ma përtac, ndoshta jo dhe ashtë për fajin e tyre. Po, si prind, si vlezër, si miq, e kemi për detyrë në mos t'i themi në ndjekni 100%, t'i angazhojmë, t'i marrim ndonjëherë me vetë. Unë shpesh me gruan, me fëmijët, bojmë ecejake në mal. Edhe pse e shoh se përtojmë, por ndonjëherë është mirë t'i detyroni. Shiko, mundohem ta bëj ecejaken paksa joshse. Shembull e bën një premtim se në majën e Vodnës
do të hajmë diçka akullore dhe me shpresën e akullores ajo vjen. Po, normal. Duhet diçisht të joshësh. Jemi në minutat ka fundi i emisionit. Dua t'ju pyes sepse e thatë më herët gjatë sportit, kur bëni ju sport mendoni, shkruani në mendjen tuaj. Sa të ndihmon sporti apo aktivitetet e ndryshme në mënyrën e mendimit psiqik dhe në mënyrën se si punoni në fakt? Tani më është klishe, koka shëndosh, trup shëndosh, dihet, krejt po, mëse e vërtet, këtë e ndjenjë... A futesh në një bot tjetër, po? Shiko, lirimi i serotoninës, hormonit lumturisë, pastaj frymarrja lehtësuar, mbushja e trunit me oksigjen, do thotë, edhe pa i ditur aspektet mjekësore e ndjen, sepse ndonjëherë nuk është patjetër anatomin ta njohësh, që ta konfirmosh dobinë e një sendi. Personalisht, nga ora, do thot, filloj punën mëngjes, jashtëzakonisht ndihem mirë, jashtëzakonisht ndihemi dobishëm, jashtëzakonisht ndihem në formë pas sportit. Do thot, kjo ndjehet. Dhe këtë besoj se e besojnë, vetëm ata cilët e provojnë. Do thot, mund sportit bëhet edhe pas pune, faktikisht është një antistres, një çlodhje, po unë kryesisht e praktikoj në mëngjes, se do tërë ditën je si aspekti mendor, aspekti shëndetësor, ku thash prap, shëndetje bekim mund edhe të sprovohemi. A je edhe më i qetë edhe në gjatë sfidave të ndryshme, kur të ndodhin i pranon më me sportivitet? Se shiko, sporti mes tjera është ta rrit vetbesimin. Apo? Se shembull, kush bëjnë problem në rrugë, në institucione, jo sportistët. Ata cilët kanë kalori tepërta dhe mundohen përmes një britme, përmes një reagimi 1 minutësh fuqishëm me zgjidh problem. Sportisti me kalimin e kohës arrin të njohë kufijtë e vet. Dhe shembull, një njeri që merret me sport prej kohësh, përafërsisht e di edhe sa i peshon fuqia. Se shembull, nëse unë e kape me këtë, dhe mund ta di se çfarë mund t'i ndodh palës tjetër. Dhe kur e di se çfarë mund t'i ndodh palës tjetër, edhe plus hormoni i lumturisë, do thot kaloritë e tepërta apo toksicitetet vetëm se në lumin vardar notojnë ata. Edhe, do thot, vetbesimi dhe aspekti shëndetësor, tepër vështirë është vish deri te një problem me një sportist mirëfillt. Po. Do thot, jo me një sportist që tërkohën e çon para pasqyrë, sa kjo si duket me ajo kjo. Po e kam vënë me një sportist që do thot, jo Instagrami. Po. Edhe për fund, a mendoni se fjalia e shkruar sot ka ende fuqi të ndikojë tek njerëzit? Besoj që po, do thot nuk duhet të rrëzohemi, sot derisa vrapoja këtë e përsjatja. E pas kam ditë. Sikurse ne me vepra dhe me shkrimet duhet ta bëjmë punën tonë, por nuk duhet të shpresojmë gjithashtu në ndikimin e fjalës tonë. Sepse nëse shpresojmë se dikush ndikohet dhe e shef se ndikohet, mund të bësh mendje madh. Nëse nuk ndikohet, arrogant, nëse nuk e shef se fjala e shkruar nuk ndikon, mund të shprohesh. Kështu që sikurse ajo thënia e bën të mirën e hedh në det. Pastaj e mira pastaj kjo është thënie e vjetër, po old but gold. Pastaj e mira mugullon, lulëzon vetveti. Unë jam prej atyre të cilët jam kundër egocentrizmit, kundër dukje manis, ne duhet ta bëjmë punën dhe puna pastaj e merr në dorë rezultatin. Gjithmonë unë jam i përpjekjes, rezultati a diçka tjetër. Në fund dua çka t'ju themi atyre që, sepse tërkohën folëm mes tjerash, ishte një ndër temat kyçe besimi në vete, ajo se ne sa besojmë. Çfarë do ju themi atyre që duan por nuk e kanë besimin? Është kundërthënë se duash dhe të mos e kesh besimin. Po ndoshta ndonjëherë ndikimi nga fjalët që e tham të jashtme ndikon edhe në vetbesimin tënd. Ti don shumë, po të humb ajo vlerësimi i vetes. Të duash është hapi i parë. Okej, mjafton aty, pastaj gjitha punë. Pastaj kur jeni sikurse në supermarket nëse shkon, e gjen artikullin apo produktin që e do. Edhe pastaj ti synimin e lidh me veprimin. Synimi im dal merrem me sport.
kush janë sportistat, çka mund përfitoj prej ty, sot është shumë e thjesht informacionet bazë çka mund baj, edhe mjafton të duash. Dhe besoj tjetrave se edhe unë një ditë kam dash të vrapoj nga Shkupi në Llojan dhe i ardita që u realizua. E ke një synim pak më të gjatë se Llojana? Po, patjetër. Po, mbetet shembull Shkup-Prishtinë, jo me njerë, se ajo do kohë, do përgatitje, por shpirti apo karakteri im i dëshiron sfidat e sfilitshme. Dhe thot, padyshim 10, 20, këtë në rregull, po ndoshta edhe mosha, se shembull kur jem më i ri shpreson në një rezultat, në një vrapim pak më shpejt, ndërkaq me kalimin e viteve zemra forcohet dhe me forcimin e zemrës rritet qëndrueshmëria e unë jam për shtigje më të gjata. Më të gjata. Dhe më jep kënaqësi ku thash ti kalosh 5 orë vrap, ndoshta dikur 10 orë në vrap, unë ndoshta një libër e shkruaj në kokë, ose jo vetëm në libër, ajo marrja me vetveten. Se ndonjëherë në këtë dinamizmin apo shpejtësinë kohore ku shumë pak shijojmë, thotë shpejtësia na privon shijimin. Unë derisa vrapoj, fjala vjen 5 orë, do thot nuk thirr askush në telefon, jam vetëm me veten, edhe nuk të pengon askush, edhe pastaj, se nuk ka çështja vetëm me veten, po se edhe organizmi punon ndryshe, do është më efikas, më i fuqishëm për të mos fajtuar me veten ndonjëherë, edhe ke kohë, shembull vetja e thot një mendim tjetër, vetja tjetër një mendim tjetër, edhe ke kohë, 5 orë kur ta shohësh, në fund i ke pastruar të gjitha hallet. Zotri Iljesa, unë ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit ton. Unë me shumë kënaqësi dëshiroj që t'ju kemi përsëri në studio për të folur edhe për anën tjetër tuaj në pjesën e shkrimit, po që sot na e mori mendja, na e mori vetë atë vëmendje në fakti që keni vrapuar aq shumë dhe sfida që ja keni vënë vetes për të shkuar deri tek vendlindja juaj. Ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese në gjitha punët që ju bëni, në dëshirën për të shkuar edhe më larg, pse jo, ndoshta mund të na keni edhe neve si përkrahës gjatë rrugtimit tuaj. Ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që të paktën nëse jo më shumë 5 të rinj të motivohen nga gjithë kjo që e dëgjuan tani nga biseda juaj shumë e këndshme. Faleminderit shumë, patjetër se dhe ju keni një kontribut të veçantë, sepse unë jam prej atyre shkrimtarëve që nuk kam dëshirë ta ftoj gazetarin, apo gazetarin dhe më ftoje që unë t'i them faleminderit për ftesën. Jo, neve dëshirojmë vetë të vim. Mua më vjen mirë se ju vetë e keni parë aktivitetin tim, dhe unë jam i gatshëm sikurse për librat e radhës, sikurse për librat që i kam 10 libra të botuara, të bisedoj, por jam nga karakteri që nuk imponohem dhe i çmoj ato gazetar të cilët i shpërpushin vlera. Patjetër se ne nuk kemi shumë njerëz këtu të cilat mundemi edhe t'i promovojmë dhe patjetër që duhet vlerësuar çdo njeri për punën që e bën. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Miq të dashur, shumë shkurt do shkëputemi me një pikë muzikore dhe pastaj rikthehemi në studio për surpriza tjera.